Kjo është biblioteka Hifzi Sulejmani Dega përkujtimore në Tasligje. Është një nga hapësirat më të pasura me tituj librash për fëmijë në kryeqytet. Fëmijët që vinë të marrin libra këtu. Një numër i konsiderueshëm prej tyre janë të obliguar nga mësimdhënësit për leximin e lektyrave të ndryshme, por ka prej tyre që vinë thjesht nga dashuria për leximin. Ndërta është edhe 9-vjeçarja Erika Karavitaj, një lexuese e rregullt dhe e pasionuar. Erika, nxënëse klasës së 4 në shkollën Gjergj Fishta, thotë se ende kujton librin e parë që lexoi. Ajo shton se prej tij mori një mesazh shumë të rëndësishëm për jetën. Kjo dëshirë më ka ardhur se unë e kuptova se leximi është pasurimi i dijes. Edhe për atë fillova të lexoja libra. Libri i parë ka u titulluar Ti përmbash rregullave, aty u flit se disa kafshë kanë qenë duke ndërtuar një kinema për kafshët e vegjël, edhe aty kur u ndërtu kinemaja, aty kanë hyrë fëmijë të ndryshëm, si për shembull luan i vogël, kotele, qengje e tjerë, edhe aty kanë marrë lëngje ose kokoshka dhe kanë gjuajtur me njëri tjetrin, s'kan patë rregulla, mandej erdhi mbreti Luan, ku vendosi rregulla të ndryshme dhe i ka thënë se doni të respektoni këto rregulla, vazhdoni edhe një ditën tjetër të këshyeni një film. Mu më ka ndihmu ky libër sepse ku marr rregulla të ndryshme. Se si për shembull nëse shkojna kinema duhet të kemi qetësi dhe të mos zgjuajmë me lëngje ose kokoshka. Librat e autorëve të huaj sipas saj janë më tërheqës. Deri më tani ka lexuar mbi 100 të tillë. Më së shumti më pëlqejnë që janë të autorë të huaj, po janë të përkthyer nga Agim Doksani. Disa autorë që më pëlqejnë të huaja janë Jeronim Sultan, Teja Sultan dhe Rosej Banks. Kam 3 me poezi që kam lexuar, Rifat Kukaj, Vebi Kikaj dhe Agim Deva. Po ishin shumë shkrime të mira dhe ishin poezi të ndryshme. Për momenti jam të lexuar librat e Jeronim Sultanit që janë të përkthyer nga Agim Doksani. Deri me tani kam lexuar 115 libra. Erika thotë se dëshira për lexim i ka lindur nga shembulli që ka parë tek prindrit e saj, të cilët si të vegjël kishin qenë të pasionuar pas leximit. Unë gjatë javës i lexoj deri në 5-6 libra, në ditje mund të lexoj deri në 2-3 libra, varet sa më tërheq libri. Mua më pëlqen librat shumë se marr informacione të ndryshme dhe rregulla të ndryshme dhe mësime. Edhe leximin e kemi si familje të trashëguar se dhe mami dhe babi kur kanë qenë të vegjël kanë lexuar libra nga biblioteka Hifzi Sulejmani. Mjafton edhe te biblioteka Hifzi Sulejmani, po kam edhe një bibliotekë të vogël te shtëpia ku mi ka bler babi librat. Unë po kam qenë kam dëshirë që ju tregoj se mos e lëreni leximin se leximi është pasurimi i dijes, i fjalorit dhe të shprehurit. Kur të rritna, ja kam u bërë bibliotekiste, ja laborante. Bibliotekarja Afërdita Pacolli tregon se biblioteka pasurohet vazhdimisht me tituj të rinj që kryesisht sigurohen nga komuna e Prishtinës. Mirë po ka dhe prej donatorëve që duan të kontribuojnë. Natyrisht, bibliotekën Hifzi Sulejmani, Dega përkujtimore, e cila gjendet në lagjen Tasligje, fëmijët vazhdimisht lexojnë, sepse kjo bibliotekë është e afërt me shkollën për shembull Gjergj Fishta dhe Elena Gjika, natyrisht edhe Pjetër Bogdani, ka lexime që japin për arsimtarët e tyre lektyra shkollore, po edhe ka ata që janë vetë me dëshirën e tyre lexojnë, sidomos kur i kanë pushimet e veta, javore, verës e gjitha tjera. Sa i përket bibliotekës Hifzi Sulejmani Dega përkujtimore është mjaft e furnizume, po gjithmonë edhe me pas libra tituj 3 është aq më mirë, sepse fëmijët gjithmonë kërkojnë tituj sa më të ri edhe më të mirë. Mundet me qenë edhe donator, po zakonisht komuna e Prishtinës furnizon bibliotekat me tituj 3. Kemi edhe donator, po ato bien me sasi pak më të vogla, ndërsa komuna e Prishtinës bien me sasi të mëdha, lektyra, romane e shumë të tjera. Do të thonë mjaftueshëm kemi, do të thonë, tituj për lexim, po edhe me pas më shumë pse jo. Ajo thotë se të vegjlit më shumë pëlqejnë librat e autorëve të huaj, por që janë të përkthyer në shqip. Tash për momentin Pjetër Bogdani ka dhënë lektyrën Meri Popozbornit, domethënë tema magjike
do më thonë qatë titull, e ka dhonë krejt 2 klasave, të cilët e kanë lezu të gjithë. Në rregullorën tonë e kip 2 avore për shembull mbajtjen e librit, po mundet me pas edhe më shumë. Në ata fëmijë që lexojnë më shumë nuk e japin veç 2 libra, mund jam i dhënë 3-4 se e dim që lexojnë shumë dhe i kthejnë vazhdimisht. Lexojnë shumë tituj, për shembull klasë 8-a, 9-ën e kanë pas si vjet kështjellën, të gjithë e kanë lexuar me ren, Gjergj Fishta, edhe Elena Gjikani ashtu. Klasët e ulta zakonisht lexojnë edhe tituj të autorëve shqiptar, por më shumë po lexojnë të autorëve të jashtëm të cilën me përkthim janë në gjuhën shqipe. Kanë shumë tjera, për shembull klasën e 3-a Jon Jeronim Stiltonin e lexojnë, mandej 4-a dhe të 5-a këto David Williams, edhe këto e lexojnë krejt titujt, Ditarin e Grekut, edhe këto e lexojnë shumë, janë të apasionum pas këtij libri, ka kërkesa të mëdha e shumë tituj tjerë. 10 euro në vit është kostoja për të lexuar dhe marrë libra nga biblioteka, por nuk janë të rralla ditët kur regjistrohen falas fëmijët. Është një pagesë shumë solidare, 10 euro në vit, mirë po janë të liruar disa njerëz për shembull të me social që janë me sene tjera, po tashti edhe vjet 4 herë në vit kemi regjistru falas, po dhe si vjet e kemi bë me 2 prill, kemi regjistru shumë besanxanca, edhe tash me datën 23 shkollave të mesme, me një qershor me siguri edhe atëherë do të regjistrojmë si viteve tjera, kështu falas, kështu që mjaftueshëm kushdo ai me lexu dhe me ardh mjaftueshëm ka, domethënë me ardh dhe me lexu sepse nuk janë edhe shumë 10 euro për mendimin tim vet, po dhe falas pse mos me ardh. Bibliotekarja bën thirrje për shkollat që të obligojnë më shumë nxënësit në leximin e librave. Na zakonisht punojmë si familje, kemi bërë dhe fëmijët, bashkëpunim edhe prind, se zakonisht këto vinë edhe me prind, se janë të vegjël, do të thonë këto ciklit turp janë të vegjël, vinë me prind, regjistrimin, me marr librin, me kthy librin. Besa derisa kam filluar me punu me fëmijët, unë nuk kam besu fëmijët kaq shumë që lexojnë edhe e dojnë librin kaq shumë. Mirë, po me fëmijët duhet me punu shkollat, prind, edhe në biblioteka zbashku, që fëmijët zbashku ne të tretë të shtymë fëmijët me lexu. Jo se deni tashti interneti ka dalë në rendin e parë, mandej e ka bot vetën, mandej libre, po unë e kisha preferu që internetin fëmijët mos ta kenë dorë, po mas shumë ta kenë librin, edhe t'i angazhojnë shkollat, ju kisha bë apel, edhe pse janë të angazhume, të paktën një herë mujt një lektyrë shkollore t'ja japin, po dhe 2 pse jo. 9-vjeçarja Erika vazhdon të jetë një nga lexueset e rregullta të bibliotekës, e cila synon të zgjerojë edhe më tutje njohuritë e saj të fituara përmes librave.